të tokës prodhuese. Kemi dy lloj qerash, të cilat kërkojnë një adresim të ri. Qerat e tokës prodhuese për pemtari duhet të rishikohen në funksion të mos ngarkimit me ibar financiare të papërballueshme për fermerët në periudhën e parë kur dihet shumë mirë që pemët nuk japin prodhim, ndërkohë që është e tmerrshme të dëgjosh eksperiencat e blegtorëve për qerat e kullotave. Kjo është diçka e papranueshme, është skandaloze. Dhe qasja dhe sjellja e strukturave të qeverisë vendore në raport me kullotat është tërësisht e pajustifikueshme. Domethënë, përveç stresit dhe përveç mundit dhe përveç përpjekjeve të jashtëzakonshme që u duhet bëjnë blegtorët në kushtet e një sektori ku ka shumë probleme, duhet përballojnë edhe stresin e tepërt kot skandalos të burokracisë në nivelin vendor. Këtë duhet ta ndryshojmë patjetër, dhe duhet ta ndryshojmë menjëherë. Ne do t'i lutemi blegtorëve, jo të lutem blegtorët për të marrë atë kontratën e kullotës. Dhe duhet që ajo që u prek këtu, çështja e një pakete blegtorale të studiohet edhe të ftojmë të gjithë blegtorët që dëshirojnë të jenë pranishëm në Çajup kur ta kemi gati, për ta lançuar paketën dhe për ta bërë konkrete. Dhe këtu vite pika tjetër, është bërë një punë shëmbullore nga Ministri i Financave, edhe nga Ministri i Sipërmarrjes, pastaj